I gjithë Berati është hedhur në aksion për pastrimin e qytetit, kësaj herë vëmendja është përqendruar në lagjen muzeale Kala. Vullnetarë të nismës kanë qenë punonjës të administratës së institucionit të prefekturës dhe të qarkut, me dëshirën e vetme, sensibilizimin e banorëve, për të treguar më shumë kujdes për çështjet e mjedisit. Punojësit administratës së bashku me punojësit e repartit të zjarrfikses pastruan gjithë sheshin në hyrje të lagjes Kala. Nëse sensibilizimi fillon nga strukturat më të larta, atëherë mjedisi bëhet akoma më shumë prioritar për gjithë komunitetin dhe për gjithë banorët e thjeshtë. Ne duhet të përpiqemi maksimalisht për të ndryshuar mentalitetin, ku Shqipërinë të mos e etiketojnë më si vend i bukur por me plera, por si një vend i bukur me njerëz që duan të ndryshojnë mentalitet, pra të sjellin mentalitet të ri për të qenë qytetar të denjë europian. Prefektura, siç e shikon gjithë administrata e saj, sot është në këtë nisëm për pastrimin e lagjes së Kalas, për të sensibilizuar gjithë këtë komunitet, gjithë qytetarëve, për të mbajtur një ambient të pastër dhe të shëndetshëm. Kjo duhet të nisë nga çdo qytetar, qoftë i ri, qoftë administrator apo një punonjës shumë i thjeshtë. Pas disa ditësh aksion për heqjen e mbeturinave nga nxënës, vullnetar të Kryqit të Kuq, së fundi edhe nga zyrtarët, Berati shfaqet më i pastër.